ka shkel rregullore në kuvendit ai. Ai nuk është kryeparlamentar e kështu me drejtat plota. Është ushtrues detyre deri në zgjedhjen e kryeparlamentarit që është pasaj me mandat plot. Edhe për mua, unë e bën status po, edhe mendoj që edhe qëndroj mbrapa gjithmonë. Madje i kum zgjedh fjalët e buta çka lyp me fol për atë person politike edhe person kështu këtë privat. Ai nuk e ka problem me shkel rregulloren e kuvendit, ajo është rekreacion. Në shtrimi i tij ndaj Albin Kurtit e çon me shkel rregulloren. Që për mua nuk është çudi e madhe, të e njoh pas parasysh faktin që ai onështron ndaj Albin Kurtit, sa që edhe një tragjedi familjare, që është vdekja e djalit në Burg, ai ka pranuar me instrumentalizue edhe në favor të Kurtit edhe në favor të vetin. Pra, tragjedia familjare mu konvertuar në pojena politik, për mua është malicioze, është skandal i llojit që unë nuk e di ku shkon më poshtë. Likësia te kjo grupacion politik, to e përfshin edhe Avni Dearin, nuk ka limite, domethënë kufinë e marrëzisë këtu nuk ekzistojnë. Që për mua është edhe e gërditshme ka pak, por përtej kësaj, unë mendoj që vetëvendosja po e zvarrit qëllimisht procesin edhe është këtë fajtori veç i vetëvendosjes. Në fund ditës, nëse i referohemi asaj rregullore të kuvendit, ajo është e qartë që votimi i komisionit për verifikimin e mandateve shkon me shumë i thjeshtë. Edhe ditën e djeshme i kanë pas numrat, edhe para 3-5 ditë kanë pas numrat. Nëse po ta zom janë 100 deputet në sallë, me 51 kalon. Këta i kanë ata numra. Thjesht nuk e bëjnë. Pse e bëjnë këto? Sepse në gjykimin tem këta den me ble kohë, me zvarrit kohën. Kjo për dy arsye. E para me bon sa më shumë numra, nashta 61 Albini mundet me bon, edhe ka mi bon, po ato nuk e akomodon një qeveri me 61 numra, sepse atëherë qeveria e tij varet nga vullneti i një personi. Shumë lehtë në proces, kalon ka kampi opozitar, qeveria shkon në shtëpi. Edhe e dyta që më rëndësi, ai përmes kësaj zvarritje po dëshiron që keni pa ju gjithmonë ligjerimi publik i ketë atij korit që jetojnë nga deputetëve të vendosjes, është me stigmatizuar opozitën. Pra një farë forme me nis fushatën ditën e parë qeverisë, madje këtë rast edhe pa u bë qeveria. Kjo pastaj nuk i ka shkuar mirë, por mendimin tim, opozita e përgjigj shumë bukur. Funditës ligji që është aktual i po qeverisën e ka mbë vetë. Edhe arsyetimi i tyne që do të mëkon dikush në detyrë. Bashkë ligji po qeverisën, unë do me të citu një nend atij ligji, i cili e specifikon qartë që edhe qeveria ndërheqje, që këta se kanë bëha la formalisht, i ka do obligime që mund me krye. Për shembull, sa i përket kufizimeve, me ligj përmendet që qeveria ndërheqje kryen vetëm aktivitetet domosdoshme të planifikuara me plan vjetor dhe ligjin për buxhetin, por nuk miraton nisma për lidhjen e marrëdhënieve ndërkombëtare kështu me radhë. Pra, halli i këtyne ose argumenti i tyne që duhet dikush me drejtu vendin në këtë vakum, këta kanë atë drejtë. Po thjesht, po moralizojnë edhe po mundohen me zvarrit procesin për këtë arsye. Edhe ligji në 26 është shumë i qartë, duhet me dorëzuar mandatin, se s'mundesh mu kohën e njëjtë edhe deputet edhe pjesë e qeverisë. Dje unë e pash për shembull ministrën e drejtësisë Albulena Agjiun, e cila për mua është komplet jashtë orbitës, jashtë normalitetit. Edhe e pyeti gazetari, tha, keni dhënë dorëheqje? Po. Çfarë paga merrni po të mujt si ministër? Qysh edhe i dorëheqëm me pak. Këta janë edhe të padijshëm, përveç të poshtër ai hipokrit. Po për mua kjo është loja Albin Kurtit, ai këto e kalon lehtë, edhe në fund ditës me akuzo opozitën për diçka që ty takon millon drejtim këtij procesi, është absurd i llojit vetë, shumë e thjeshtë, s'po do me ta votuar, nuk është obliguar. Por për më tepër, a di pse e bën këto Albini? Unë e mendoj që Albini do më obligua edhe opozita me votu këtë verifikimin e mandateve, sepse nëse nesër realisht kalon që ky hap ku verifikohen mandatat, atëherë shumë e mundshme që dikush ka me quajtur gjykat kushtetuese këto. E rreziku është gjykata kushtetuese me çu kuvendin në shtëpi. E Albin Kurti nuk do me marrë këtë përgjegjësi. Sepse atëherë del e vërteta, sepse ka interpretim të institucionit që vetëvendosja ka shkel një ligj. Ky po do mi fut këtë me një qerrë aty, edhe opozitën, ta votojmë bashkë që nëse shkojmë kuvendi në shtëpi nga një interpretim i kushtetuesës, bukon barra e fajit tek këtë njësoj. A keni qartë? Kjo është nëse djeg na unë, po i djegi të gjithë së bashkë. Ja, veç paralajmëroja s'dran që do të ndjek hapat ligjore nëse nesër dështon po. Po paralajmëroja kam fjalën. Qartë. Nëse ja voton rastin më të mirë BDK-ja, po bindet BDK-ja, le BDK-ja. Këto mund me quhet gjithkush, edhe unë edhe ti, përmes avokatit popullit. Atëherë është kuvend e kushtetues më. Se janë votuar, janë verifikuar mandatot, betonet e deputet që në kohën e njëjtë nuk kanë ndërheqje. E kjo sigurisht kanë kushtetuese, Albin Kurti e din këtë punë. Ai don këtë qerrë me fut edhe opozitën,
Po këta të menë që unë më e ka vepruar mirë, e kanë shpjeguar shumë mirë ligjërisht, sidomos LDK-ja dhe FDK-ja, kështu që nesër nuk pres reflektim, jo, sepse Albin Kurti nuk jep dorëheqje, aja la është në kërkim të votave, por me mandatuar kryeparlamentarin, me bo qeverinë. Në rast se kalon, nesër sfida e radhës është kryeparlamentari, ai ka votat. Është lajmi i fundit, është që po diskutohet hala me nismën, edhe janë të lakuar të remra për kryeparlamentar, që i vjen ai i duhet kohë për pazar politik. Zvarritja e procesit është këtë në favorin Albin Kurti. Lajmi ka dalë që është edhe një farë problematike brenda grupit për shkak këto emrit të kryetarit parlamentit. Po tash është të spekuluar shumë, Fatmir Limaj, unë e mendoj që nuk e Fatmirit kryeparlamentarin, s'ka shansa, të njoft edhe si logjik Albini, po pra si beson e para, të njoft si logjik Albinin, kjo në interpretimin e tij, që e menon në elektorat i interpretohet si disfat. Pra, një parti që i ka 8 deputet me dorëzuar kryekovendarin të një parti me 3 deputet, kjo për një mendësi është normale në demokraci parlamentare, është këtë demokratike, është legjitime, por për Albin Kurtin si mendësi autoritare, si një Stalin i llojit vet, është zori mas. Është koha që opozita pra me bisedu tamam seriozisht me zotin Limaj? Unë e mendoj që zoti Limaj, për mendimin tem, jo i pari, po e ka bën një akt goxha të madh tradhtis. Tradhtis. Ndaj Ramush Haradinaj. Në rast pa ndaj tij, në rast dytë ndaj këtë bllokut opozitar. Se mundësinë për me bën edhe opozita një qeveri, Limaj po e kompromenton goxha shumë. Kjo e demoralizon. Zoti Limaj nuk ka thënë që në sëmtirëve të vendosja shkoj ulën, ai ka thënë që në sëmtirë se cila parti shkoj ulëm tavolinë për diskutuar. Qartë, edhe unë kam parë një prononcim të Limajt para gazetarëve në seancën e 15 prillit, ai e pat me drejt moralisht kur tha që a keni pa thana iniciativë të opozitarëve serioze mu po bashkë. S'kemi pas. E këtu me Katari i parë, para Limajt, është Lumira Bigjiku. Pozicioni i tij neutral, kur je në kësi rase, në kësi situata politike neutral, si karshi opozitës, si karshi Kurtit, ti edhe pa dashje me Kurtin. Sepse këti jap në mundësinë me ta demoralizue komplet kampin opozitar. Mandi kjo i thënë edhe pakicat. Jo e pa veton Berishën. E votoj qeverinë, por nuk du më koni shantazhuar, tha. Sepse ndaj deputetëve të pakicave jo serbe, ka nisë një stigmë, du da balje e shantazhuar nga Radojqiqi. Veton Berisha që ashtu. Tash kjo është akuzë e rëndë. Ka njerëz, politikan, deputet, që nuk mundin mi përballu këtij personi publik. Albin Kurti e din, qëllimisht e bën në mënyrë që mi ja ul sa më shumë stekun e pazarit. Aty në marrëveshjeve që kanë. Zoti Shala, LDK, në këtë pozicion që gjendet tani, po mendon më shumë për partinë e vet se si do të rritet në të ardhmen, apo po mendon për Kosovën që me u bashku gjithë bashkë dhe në fakt me hek sipas tyre të keqen e vendit që ka qenë Albin Kurti? LDK ka një problem me rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Dhe Lumira Bigjiku ka problem me pjesën tjetër të LDK-s, sidomos me atë pjesën që janë një kohë gjatë në LDK, ose mos me thonë edhe pjesë prej themelimit të LDK-s.